Nga udhëzimet e Islamit është që musafiri duhet pritur mirë, duhet gositur si duhet dhe duhet ofruar tëra që kemi që ajtë ndihet mirë dhe komat. Po normalisht, kjo pritje dallon nga musafiri në musafir, varësisht nga vjen, prej kujt vjen, afërsia që kemi me të, çfarë do bëj sjellje kështu me radhë. Andaj nëse këtë rregull e zbatojmë tek Ramazani, padyshim se Ramazani është musafiri më i veçantë, më specifik që turket një herë në vit në derën tonë. Si ta presim muajin Ramazan? Ka shumë ndjenja, ka shumë pritime të këndshme që besimtarët i përshkojnë kur flitet për Ramazanin, kur flitet si ta presin muajin Ramazan. Në kuadër të këtij prezantimi dua që të përmend disa nga këto ndjenja të rëndësishme të nderuar vëllezër dhe motra. Ndjenja kryesore që duhet na përshkon është ndjenja e privilegjit. Ka se muaj Ramazan ka shumë specifika, është një muaj i veçantë tek Zoti i Mëndosur, një muaj që ka zbrit Kur'an, një muaj që hapen dyert e xhenetit, një muaj që sillen falet shumëta, mëshira të llojshme, begati e bujeri hynere të panumërta. Prandaj fakti që ne kemi mundësi që në këtë muaj të përgjigjemi thirrjes Zotit ton, ta përjetojmë këtë muaj si duhet, padyshim se na bën të jemi shumë të privilegjuar dhe shumë kënaqur. Krahas privilegjit, nderi që e përjetojmë për faktin se po vije muaj Ramazan, ne e presim këtë muaj edhe me gëzim të madh. E presim me gëzim për faktin që ky muaj padyshim është muaj i ndryshimit. Është muaj i mundësive të mëdha që në këtë muaj mund të arrijmë atë që realisht nuk patëm mundësi të arrijmë për 11 muaj me radhë. Shumë lutje që ndoshta kemi shpresuar se në përgjigjen e zhvënuar përgjigje një erdhi muaj ku përshpejtohet përgjigja e lutjeve. Shumë përpjekje tona të kaluara për të përmirësuar, për të larguar nga mëkatet e caktuara, po që ndoshta nuk janë kurrizuar me sukses apo tem kanë dështuar, tash është muaj ku përkrahja hyjnore është me të vërtetë marrëmendse dhe jashtëzakonshme. Çdo kush që don me ndryshu, këtë ka mundësi të madhe. Kur që don të shpërblehet, e ka mundësinë e madhe. Prandaj, fakti që ne po e presim këtë muaj, Zoti po na jep mundësinë që ta takojmë këtë muaj është një gëzim i madh. Sa nga besimtarët që ishin me neve në Ramazan e kaluar, këtë Ramazan nuk janë, kanë shkuar në botën tjetër. Ne kemi mbetur. Prandaj, fakti që ke mundësi edhe një Ramazan ta vendosësh në strajcën e veprave tua, ta takosh Zotin e Mënduar edhe me një Ramazan më tepër, me 30 ditë të agjëruara, me 30 taravih të falura, me hat më të lezuara, është padyshim gëzim i madh. Andaj Allahu xhallahu ala tha, thuaj me mirësitë e Allahut dhe me mëshirën e Allahut, kësaj të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që ata grumbullojnë dhe të bojnë. Në kuadër të pritjes së Ramazanit, besimtarët përgatiten tashmë që të organizojnë iftare, të organizojnë syfyre, të bëjnë takime të lloj-llojshme e kështu me radhë. Gjitha këto janë të bukura. Mirë po, në kuadër të kësaj duhet ta presim Ramazanin me plan të përgatitur. Tashmë vetëm jemi të gatshëm që të fillojmë garën e madhe dhe fitoren e madhe të arrijmë. Ke përgatitur me siguri sa do të lezosh Kur'an. Ke përgatitur me siguri edhe adhurimet të tjera si do të jenë, përmendja Allahut, sadakaja, e shumë të tjera. Prandaj, planifikimi yt dhe gatishmëria jote me plan të caktuar të përgatitur është një nga format më praktike, më konkrete dhe më të duhura që me të duhet të pritet muaji Ramazan. Të parat tanë këtë bënin shumë më herët. 6 muaj ditë përpara thuhet se ata përgatiteshin si duhet me plane konkrete të duhura për të arritur muajin Ramazan. Nëse këto 6 muaj na kanë ikur, ndoshta 3 muaj na kanë ikur, tashmë ka mbet një kohë e shkurtër që këtë ta bëjmë në mënyrë konkrete, praktike, e që në muajin Ramazan të jemi shumë të fokusuar, shumë konkret, shumë praktik dhe shumë të organizuar. Andaj të nderuar, ka shumë forma, ka shumë mënyra si duhet me prit muajin Ramazan. E rëndësishme është që ta madhrojmë, ta respektojmë dhe nderojmë musafirin e Zotit të Mënduar. Gjitha këto që i përmenda, padyshim se janë tregues të sinqeritetit, të vërtetësisë se ne këtë Ramazan duhet të jemi ndryshe. Dëshirojmë që të fitojmë me të vërtetë atë që nuk
patëm rastin të fitojmë deri më tani. Ajo që duhet ta kuptojmë në fund të këtij mesazhi është se ashtu si e presim Ramazanin, ashtu si hym në Ramazan, pikërisht ashtu do të dalim. Prandaj të fillojmë me një start të fuqishëm, të fillojmë një nismë të sinqertë, të fillojmë një nismë me vërtet të furishme që tregon për kushtimin tonë, që nënkupton se e kemi kuptuar seriozisht mesazhin e Zotit mënduar. Mundsinë që Zoti na dha që këtë muaj ta presim me të vërtetë e kemi vlerësuar sa duhet, andaj gjitha këto përkthehen me përkushtimin tonë, me adhurimin tonë, me gjitha ato obligime, adhurime dhe të tjera punë mira që ne këtë muaj të bekuar i kryejm. Dha Zoti që pritja jonë të jetë e ndritshme, ndërsa përfundimi jonë të jetë i shpërblyer, i suksesshëm dhe Zoti të kënaqur me neve.